Përshëndetje, mirë se vini në analizë. Gjermania në një realitet të ri politik pas zgjedhjeve të 23 shkurtit, kemi të bëjmë me votime të cilat patën pjesëmarrjen më të madhe, 84% të votuesve, e thënë kjo nga ekspertët si pjesëmarrja më e madhe në votime pas ribashkimit përfundimtar të Gjermanisë në vitin 1991. Në zgjedhjet e Bundestagut morën pjesë 29 parti, numri i kandidatëve për deputet dhe 5 kandidatët për kancelar ishte më i madh krahasuar me zgjedhjet paraardhëse dhe Friedrich Merz pritet që të jetë kancelari i 10 i Gjermanisë pas luftës së dytë botërore, sigurisht duke bërë përpjekje për krijimin e një qeverie të re me koalicion. Ne sot do të flasim për zgjedhjet në Gjermani, sigurisht edhe për ndikimin e tyre në Bashkimin Evropian, edhe më gjerë prognozën e Gjermanisë pas këtyre zgjedhjeve. E ftuara ime sotme është Mariana Doda, kryeredaktore e portalit online Argumentum.al. Mariana, përshëndetje, faleminderit që je në analizë. Përshëndetje Eda, faleminderit ju për ftesën. Jemi sot për të folur për Gjermaninë pas zgjedhjeve të 23 shkurtit. Siç e thash edhe në hapje, Friedrich Merz, udhëheqësi i aleancës CDU-CSU, i fitoi këto zgjedhje federale të 23 shkurtit me 28.5% të votave, por të pamjaftueshme për krijimin e një qeverie të re. Ai tha se do të bisedojë me udhëheqësit e social-demokratëve, në rastin konkret me ish-kancelarin Scholz, sepse edhe gjatë fushatës Merz e ka bërë të ditur që nuk do të ketë një aleancë me AFD-n dhe nga ana tjetër pritet pra që të adresohen negociatat në formimin e një koalicioni të ri, por edhe të tranzicionit të pushtetit. Në konferencën e parë që ka patur për mediat pas zgjedhjeve, Merz radhiti dhe 3 prioritetet e tij. Së pari është fjala për mbrojtjen, së dyti emigracioni dhe së treti ekonomia. Komenti juaj për këto zgjedhje në tërësi? Së pari më dha nisë që nga hyra juaj në fakt se përbëndet një përqindje shumë të rëndësishme prej 84% të gjithë votuesve gjerman që janë adresuar kufiut votimit për të zgjedhur kancelarin e ri gjerman. Kjo përqindje lartë, e cila është paralelizuar faktikisht me kohën kur bëhet bashkimi i dy Gjermanive, tregon qartë një rezultat të pritshëm dhe pa diskutim edhe një pritshmëri e madhe e qytetarëve gjerman që donin që të ndronin kancelarin apo të kishin këtë lloj zgjedhje të reja. Duke shkuar më pas tek prioritetet që ju përmendet të kancelarit të ri, Merz, fituesi pra e këtyre zgjedhjeve, në fakt janë të njëjtat prioritete apo kushte që quhen në rënien e qeverisë gjermane në këto zgjedhje të parakohshme. Që dërguan pa diskutim edhe në zgjedhjet e parakohshme, pra që është ekonomia, që është mbrojtja, siguria, pa diskutime emigracioni. Por unë do të thoja që një nga sfidat më kryesore të Merz në këtë kushte është dhe uniteti i Bashkimit Evropian. Ai ka përmendur faktikisht në këtë konferencë, cili tha që një nga prioritetet e tij të kësaj qeverie është pa diskutim uniteti. Dhe në këtë kushte, në këtë situatë të reja gjeopolitike, uniteti i Bashkimit Evropian është sprova kryesore e kësaj qeverie. Së dyti, unë do të nënvizoja në fakt 3 le të themi pikat kryesore që karakterizuan fillimisht këto zgjedhje, që është pa diskutim kjo përqindje e lartë që unë përmenda, pra një përqindje e votuesve prej 84% tregon etin e tyre për të ndryshuar situatën ekonomike, politike, por mbi të gjitha për të patur edhe të sigurinë për cilët është folur për mbrojtja. Nuk i kanë parë edhe vetë votuesit këto zgjedhje si zgjedhje të radhës. I kanë parë në kontekstin më të gjerë, europian edhe global. Absolutisht. Pra, domethënë fakti që shumë analistë, ekspertë të ndërkombëtar e kanë paralelizuar këtë situatë me pas luftës së dytë botërore tregon qartazi që ne jemi përballë një ndryshime të madhe gjeopolitik dhe sigurisht Gjermania është një shtyllë kryesore jo vetëm për Europën, por pa diskutim është një shtyllë kryesore edhe në këtë qatinë globale. Pjesa e dytë është pa diskutim fitoria e Merz me 28.5%, por 28.5%, por njëkohësisht është surprizues fakti që edhe alternativa për Gjermaninë, pra AFD-ja, ka një rritje të konsiderueshme duke arritur në vendin e dytë.
Pra, kjo do të thotë që nuk është rastësi dhe të gjitha janë si një lloj pasqyrimi i situatës politike. Ndoshta kjo është edhe ajo radhitja që bëhet, sepse kemi AFT-n, kemi pastaj socialdemokratët dhe çuditërisht të gjelbrit kanë rënë në vendin e katërt. Faktikisht, në rast se lexojmë edhe zgjedhje dhe votime që u bën për Parlamentin Evropian vitin e kaluar, pam që partia Scholz, pra socialdemokratë pati një luhatje të madhe, gati ishte barabart me Partinë Alternativë për Gjermaninë, pra AFD-n, dhe ishte për mua ishte e pritshme, edhe pse rënja e qeverisë gjermane ishte në nëntor të vitit e kaluar, për arsye që nuk u përmbushten gjitha kushtet për paketën e re ekonomike, unë mendoj që faktikisht e kishte humbur tashmë legitimitetin partia Scholz pas zgjedhjeve për Parlamentin Evropian. Gjithsesi, unë mendoj që tashmë sfida e radhës është formimi i qeverisë së re të Merz, i cili, sikur e thatë, ai e ka mohuar që mund të ketë një aleancë pa diskutim me AFD-n, për fakt që kanë divergjencët e tyre në strukturën e tyre të politike, por njëkohësisht edhe Scholz në fakt deri tani nuk është se ka treguar një gatishmëri apo një predispozitë që të bashkohej kësaj qeverie, dhe ai ka thënë që për momentin ndoshta ata do të bëjnë analizën e tyre politike brenda partisë për të parë. Gjithsesi kjo mbetet për të parë. Megjithatë, duke ju referuar analizave të deri tanishme të ekspertëve ndërkombëtar, ata i shohin këto zgjedhje si më të rëndësishmet e Europës. Sigurisht në radhë të parë në kuadër të Bashkimit Evropian, sepse Gjermania ofron një të katërtën e prodhimit për 450 milion banorët e Bashkimit Evropian. Gjatë fushatës Merz është shprehur se mbështet tregtinë e lirë, tregjet e hapura dhe aleancën transatlantike. Ai është një transatlantik të cilën këtë gjë e ka shprehur vazhdimisht edhe përpara kur ai ka konkuruar me ish-kancelaren Merkel, por ai gjithashtu deklaroi se Europa duhet të zhvillojë kapacitetet e saj të mbrojtjes përballë tensioneve në rritje me Shtetet e Bashkuara dhe Europës lidhur me Ukrainën dhe financimet për NATO-n. Dhe me që themi financimet për NATO-n, kemi parasysh faktin këtu që Gjermania është ndër vendet kryesore të NATO-s, furnizuesi më i madh me armatime për Ukrainën pas Shteteve të Bashkuara, dhe qeveria e re gjermane pritet që të veprojë në një aktualitet të ri gjeopolitik. A pritet që të ketë ajo një rol qendror në këtë situatë aktuale, e cila edhe brenda ditës po ndryshon në reagimin ndaj politikave të administratës së re amerikane? Pa diskutim që po, madje do të mendoj që do të jetë një përballje e fortë ndërmjet Merzit dhe Trump, sepse këtë e pash që në kryet e herës pasi doli pas konferencës së Merz, i cili tha që ne tashmë kemi një prioritet formimin e qeverisë së re, sepse bota nuk po na pret. Dhe fakti që bota, pra leadershipi i ri amerikan po ecën me një anije të shpejtë dhe ndryshe nga ajo që kemi parë për gjatë 3 dekadave, pra pas luftës së ftohtë, mendoj që Merz do ketë këtë lloj përballje të fortë me Trump dhe politikën e tij të jashtme, e cila në fakt ka një lloj përplasje me qasjen, pra pikërisht me ato prioritete, vendimin që ka dhënë Gjermania ndaj Ukrainës, por sigurisht edhe për të forcuar edhe ekonominë e saj, sepse 3 vitet e fundit ne kemi parë një recession gjithnjë edhe më të thellë në ekonominë gjermane, dhe ajo ka një rol shumë të rëndësishëm për jo vetëm për vetë Gjermaninë, por edhe për gjithë Europën. Sa i përket zhvillimeve të reja gjeopolitike, unë mendoj që Gjermania sot ka nevojë për një kancelar të fortë, ka nevojë për një leadership të fortë, por të mos ta humbur sigurisht peshën e saj në Bashkimin Evropian, por edhe rolin e saj gjeopolitik. Sigurisht edhe përballë një aleati strategjik, siç është Perëndimi, siç është Amerika, por tashmë SBA duken pak e kanë tronditur, le themi, këtë lloj lidhje thelbësore që kanë patur deri tani në Bashkimin Evropian, sepse zëvendës presidenti amerikan në konferencën e sigurisë në Munich pati një qasje komplet ndryshe dhe gati ndryshoi komplet atë çfarë ne kemi parë prej dekadash. Dhe kjo lidhet edhe me deklaratën e Merz, i cili pritet që të ketë një takim të rëndësishëm me vende të rëndësishme të Bashkimit Evropian, siç ai ka cilësuar Francën, Poloninë, pra do të
shohim brenda mes veti, siç thuhet. Është ajo që unë përmenda pak më parë që është një sfidë e tij, pra që është uniteti evropian. Ndaj me njëherë këtë do të përpiqet të bëjë, se pari të ulet në tryezë me të gjitha aleatet e tij dhe le të themi anëtarët më të rëndësishëm të Bashkimit Evropian për të patur një përgjigje unitare përballë SBA-ve, por jo kundër SBA-ve, dhe sigurisht ajo gjithmonë partneriteti do të vazhdojë, por Gjermania ka disa sfida të reja përpara, edhe për faktin nëse bëhet fjalë për mbrojtjen, Gjermania nuk është një vend nuklear dhe kështu që megjithatë gjatë fushatës Merz nuk e ka përjashtuar këtë fakt që Gjermania do të bëjë përpjekjet e veta për sa i përket industrisë bërthamore, po kështu edhe për sa i përket ekonomisë, po kështu edhe për sa i përket emigracionit. Pra, betet për të parë ndoshta Mariana në koalicionin e ri që do të krijohet. Por unë besoj që edhe koalicioni i ri që do të krijohet do të ketë pak a shumë të njëjtat, le të themi, mendësi politike, siç është ajo Partisë Konservatore, por megjithatë mbi 2-3 shlyllat kryesore siç është ekonomia, siguria, mbrojtja. Më thënë siguria, le të themi, brenda Bashkimit Evropian, por edhe përballë ndoshta në një agresioni tjetër në Europë. Do doja të shtoja diçka tjetër këtu. Kur flasim për sigurinë e Europës, ne para disa vitesh, le të themi, në marrjen e presidentit të Francës, Emmanuel Macron, ai erdhi me një vizion të ri, por gjithmonë ka thënë dhe ka theksuar faktin që Europa ka nevojë për një ushtri. Po saj. Po. Në qoftë se ne do shkojmë në të drejtim, atëherë bëhet ndoshta dhe ndarja e Europës apo e Gjermanisë apo e Francës. Është shumë e rëndësishme për Europën në këtë momente që të mos ketë të lloj përplasje me aleatin e tij strategjik që siç janë SBA-t. Edhe tashmë kjo pjesë mua më duket pak e vështirë, por kjo do të jetë pa diskutim një tjetër sfidë e kancelarit të ri të Gjermanisë. Dhe me që përmendëm Gjermaninë dhe marrëdhëniet e saj me Bashkimin Evropian si shteti më i fuqishëm i Unionit, por nga ana tjetër edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë panoramë të re të konfigurimit që presidenti Trump dhe administrata e tij po krijon, kalojmë në Azi. Konferenca e sigurisë në Munich më 15 shkurt pati shënoi edhe një takim të rëndësishëm të ministrit e jashtëm të Kinës Wang Yi me përfaqësues në rastin konkret me ish-kancelarin Scholz, por nga ana tjetër krye diplomati kinez përcolli dhe mesazhin e Pekinit zyrtar kur tha se si partner strategjik Kina dhe Gjermania, si dhe Kina dhe Bashkimi Evropian duhet forcojnë më tej unitetin, koordinimin, bashkëpunimin për të mbështetur tregtinë e lirë, për të praktikuar multilateralizmin dhe për të mbrojtur autoritetin e Kombeve të Bashkuara. Ndërkohë, ditët e fundit, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës, duke ju referuar dhe duke përshëndetur zgjedhjet në Gjermani dhe zgjedhjen pra të kancelarit të ri, tha se Kina është e gatshme të punojë me qeverinë e re federale gjermane për të konsoliduar dhe zhvilluar partneritetin strategjik të gjithanshëm Kinë-Gjermani dhe mirëpret Gjermaninë dhe Bashkimin Evropian që të luajnë një rol të rëndësishëm në çështjet globale. Me të drejtë, faktikisht konferenca në New York të shërbeu edhe nisi një mundësi për të rithënë të gjitha zotimet e palës kineze se Kina është aty dhe është e gatshme për bashkëpunim dhe partneritet. Faktikisht, të lloj partneriteti unë e shikoj të natyral ndërmjet Gjermanisë dhe Pekinit, sepse edhe gjatë vitit e kaluar është në vijimsi. Është në vijimsi dhe le të themi që është partneri i tetë, më sa duket tregtar i Gjermanisë, pra Kina. Kështu që edhe në vitin e kaluar gjatë vizitës zyrtare është që kancelari Scholz pati në Pekin u ritheksuan edhe një herë kjo le të themi angazhim edhe për partneritet të ndërsjellë ndërmjet Gjermanisë dhe Kinës. Në këtë momente, unë mendoj që të gjitha të thënat, zotimet, angazhimet e Pekinit zyrtar, i cili ka elaboruar her pas here se është këtu edhe qoftë nëpërmjet iniciativave të sigurisë, të zhvillimit global, e komuniteteve me fateve të përbashkëta. Në këtë moment, në këtë pikë të situatës të re gjeopolitike, unë mendoj tashmë që Kina duhet jo vetëm ta shfaqe veten e saj, por ta demonstrojë me fakte që tashmë ajo është gati për të luajtur një rol të rëndësishëm global, jo vetëm
ekonomik, siç jemi mësuar për ta parë, sepse sigurisht Kina është fuqia e dytë ekonomike më e madhe në botë. Dhe në këtë moment mendoj përposa këtyre divergjencave të vogla tregtare, Sigurisht, gjithmonë bëhet fjalë për tregtinë e lirë, kjo ishte edhe në prioritetin e kancelarit të ri gjerman, sigurisht edhe. Por mendoj nisur edhe duke lexuar faktikisht dhe duke dëgjuar të gjithë analistët dhe ekspertët ndërkombëtar për këtyre zhvillimeve të reja, mendojnë që sigurisht një partner shumë i rëndësishëm në Gjermanisë në këtë momente duhet të jetë Kina. Por jo vetëm i Gjermanisë, sigurisht duhet të jetë edhe i vetë Europës. Dhe është një shtyllë fundamentale, mendoj që do ndihmojë duke parë që tashmë ekuilibrat gjeopolitik kanë lëvizur dhe po krijohen disa bloqe të reja, ndoshta të paparashikuara. Por për mua nuk është e paparashikuar nëse kemi një partneritet më të thellë edhe strategjik ndërmjet Kinës dhe Gjermanisë apo Kinës dhe Europës, sepse tashmë ne kemi parë në 10 vjeçarin e fundit se ka qenë teti natyrshëm ky lloj bashkëpunimi, nisur nga baza kryesore siç është ekonomia. Dhe kur flasim për ekonomi, pa diskutim flasim edhe për të gjitha, edhe për politikë edhe për diplomaci. Në këtë moment mendoj që ne kemi diskutuar dhe së bashku të gjitha iniciativat e Kinës në politikën e saj të jashtme përballë zhvillimeve globale dhe ky është momenti i duhur e ritheksoj edhe një herë për t'i nxjerrë në tryezë, jo se nuk kanë qenë, por le të themi për t'u zbatuar ato dhe është momenti që edhe bota ta shikojë Kinën me një tjetër sy. Ne duhet të mos të pargjykojmë çdo iniciativë që vjen nga Kina. Dhe në këtë moment, bota dhe Europa ka nevojë për një partner si Kina. Dhe sigurisht që siç e thatë edhe ju edhe siç shihet do të ketë shumë lëvizje, do të ketë shumë gjëra të reja, të cilat ndoshta edhe nuk kanë ndodhur fare deri tani, do të jenë një premier e gjeopolitikës për të cilat do të ketë shumë për të folur. Këto mbeten për të diskutuar, ka edhe në momentin që po flasim lëvizje, negociata, të gjitha këto diplomatike dhe që më pas shndrohen edhe në vendime të vendeve, por gjithsesi ajo që është më e rëndësishmja për të gjithë qytetarët e globit është paqja. Paqja dhe siguria. Të shpresojmë që leadershipi botror, cili do qoftë, të ketë si një prioritet paqen dhe më pas të gjitha politikat të shërbejnë asaj. Shumë e drejtë dhe faktikisht ato unë ndjej që ne po jetojmë tashmë dhe jemi dëshmitar të një bote në ndryshim dhe unë i bashkohem thirrjes dhe qasjes suaj që shpresoj që ky ndryshim i madh të jetë për paqe dhe siguri dhe bota jonë ka nevojë për këto dy elemente që janë thelbësore për jetën njerëzore. Mariana, do da unë të falenderoj për të gjitha opinionet që ndave sot në analizë. Faleminderit. Faleminderit jo, gjithmonë Hesi. Të dashur miq, ne e mbyllim këtu analizë për sot. E ftuara ime ishte Mariana Doda, kryeredaktore e portalit online Argumentum.al. Folëm për zgjedhjet e 23 shkurtit në Gjermani. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Miru takofshim.